VMRO DPMN kërkon llogari nga ndërkombëtarët të cilët u prononcuan për vazhdim të bisedimeve dhe formimin e qeverisë së re. Me tonë të ashpër, partia e Gruevskit kërkon që ambasada e SBA-ve të sqarojë qëndrimin e dieshëm dhe të saktësojë nëse kjo nënkupton se ambasada amerikane përkrah idenë që mandati t'i kalojë partisë së dytë. VMRO DPMN ja kërkon sqarim nëse SBA-ja sugjeron dhe kërkon nga Maqedonia dhe partitë në parlament që të mos ketë zgjedhje të reja parlamentare dhe a mundet që kjo ftesë të interpretohet si qëndrim zyrtar i administratës së SBA-s që partitë sipas radhës aktuale me fuqinë që dolin nga zgjedhjet e fundit të formojnë qeverinë të re? VMRO DPMN kërkon llogari edhe nga BE-ja, e cila tha se duhet të merret parasysh edhe krijimi i një qeverie sa më të zgjeruar. Nga VMRO DPMN-ja thonë se mbeten në qëndrimin e të dielës ku kërkonin zgjedhje të reja, si mundësi e vetme e daljes nga kriza dhe evitim të konflikteve. Pas kërkimit të mandatit për të formuar qeveri, kreu i LSDM-s ka takuar ambasadoren e Gjermanisë Kristin Althauser, të Suedis Mars Stefansson dhe atë të Polonisë Jacek Multanovski, ku ka theksuar nevojën që vendi të ecë përpara. Ambasadorët janë njoftuar edhe për bisedimet që Zaev zhvillon me partitë shqiptare. Është e qartë se në zgjedhje vullneti shumicës së qytetarëve është për ndryshime. Për këtë kërkojmë nga Gjorgje Ivanov të mos humbë më shumë kohë, të veprojë në bazë të kushtetutës dhe të jap mandatin për formimin e qeverisë së re. Ne presim që të formojmë shumicën e re parlamentare. BDI-ja nga ana tjetër ka ndërprer mbledhjet maraton të kryesisë që zhvilloi fundjavën e kaluar dhe nuk është rikthyer në tryez për të diskutuar përsëri mbi 5 opsionet e tyre për situatën. Të kontaktuar nga Alsat nga kjo parti nuk bën të ditur se cilët do të jenë hapat e ardhshëm. Përfaqësuesit e partive politike për ditën e nesërme janë ftuar në takime të ndara me presidentin Ivanov. Nga kabineti i presidentit Ivanov nuk bëjnë me dije nëse janë ftuar të gjitha partitë parlamentare.